pasi Zoti Xhelel Xhelaluhu e furnizoi robin e tij, krijesën e tij, dëshiron prej tij që ai ta falenderoj pasi ai e konsumon këtë ushqim. Pra, pas ushqimit, siç vjen në hadithin e profetit alayhis salam që Allahu kënaqet me robin e tij kur ai ha apo pi diçka dhe pasaj falenderon Zotin Xhelel Xhelaluhu. Ne do të përmendim sepse janë disa lutje, po njërën për këtyre lutjeve që është transmetuar nga profeti alayhis salam, kur e transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, thot: një ditë vajte me profetin alayhis salam tek një person i cili naftoi në Kuba. Pasi i dërgumi Allahu sallallahu alaihi wasallam e konsumoi ushqimin, lau duart e tij, më pas bëri këtë dua, duke thënë alhamdulillah alladhi yut'imu wa la yut'am, man alayna fahadana wa at'amana wa saqana wa kullu bala'in hasanin ablana. Alhamdulillah غير مودع ولا مكافئ ولا مكفور ولا مستغنى عنه. الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العرى وهدى من الضلال وبصر من العماية وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله رب العالمين. Kjo ishte një dua që është bërë pas ushqimit, ku profeti alayhis salam na tregon ne. Ne tham janë disa lutje, disa dua. Radhës që kaloi në thamë se një nga lutjet që ka bërë profeti alayhis salam pasi ai mbaroi ushqimin e tij, tha alhamdulillah alladhi at'amana hadha at-ta'am wa razaqnaha min ghairi hawli minna wala quwwa. Pra kush e bën këtë lutje, siç e përmendëm radhës që kaloi, thot profeti alayhis salam i falen gjenahat atij. Kurse sot ne do të marrim këtë hadith, këtë dua, këtë fjalë profetit alayhis salam do ta përkthejmë pak dhe do të mundohemi të japim një koment kësaj lutje, sepse lutjet kur fliten, kur kuptohen, atëherë dhe njeriu është koshient dhe kënaqet dhe është i gatshëm që gjithmonë ta përmendë atë lutje. Në këtë hadith profeti alayhis salam thot, ai i cili, pra profeti alayhis salam pas ushqimit bëri këtë dua, duke thënë falënderimi i takon Allahut, i cili ushqen por nuk ushqehet ai vet. Pra ushqen krijesat e tij pa i kur nuk ushqehet. Thot fahadana, thot gjithashtu na uzojnë, na furnizojnë, na dha për të pi. Dhe në çdo sprovë të mirë që ai na dha që ta kalojmë atë në mënyrën më të suksesshëm. Falenderojmë Allahun jo në mënyrë lamtumire dhe as të mjaftueshme, po as të mohueshme. Pra që neve po e bëjmë këtë falënderim duke mos e mohuar, duke qenë të mjaftueshëm me kaq. Jo. Po gjithashtu falenderojmë Allahun i cili na dha këtë ushqim, na dha për të pirë, na veshi pasi ne ishim të zhveshur, na udhzoi prej devijimit dhe na dha që të shikojmë realitetin. Dhe na ka dalluar ndaj krijesave tjera dhe në fund lutja mbyllet elhamdulillahi rabbil alamin. Falënderimi takon Zotit të botrave. Dhe të qëndrojmë pak me këtë hadith që ne ta kuptojmë qartë çfarë kuptimi ka kjo lutje e profetit alayhis salam, ku njeriu pas ushqimit e bën këtë lutje. Profeti alayhis salam thot: alhamdulillahi alladhi yut'imu wa la yut'am. Falënderimi takon Allahut i cili ushqen, para ai kur nuk ushqehet. Pra që do thot, ai ushqen krijesat e tij, por ai vet nuk ka nevojë për ushqim. Në një ajet kuranor që e vërteton këtë fjalë profetit alayhis salam, Allahu xhelel xhelalu thot: thuaj, a të marrë mbrojtës tjetër përveç Allahut, krijuesit të qiellit dhe të tokës, ai ushqen botën, ndërsa vet nuk ushqehet. Pra, Zoti ushqen gjithë botën, gjithë krijesat, çdo gjë përveç tij ushqehet dhe Allahu i ushqen. Dhe thot Zoti xhelel xhelalu, ndërsa vet nuk ushqehet, thuaj, un jam udhëzuar që të jem i pari që i nënshtrohet atij dhe kurse si mos u bëj për i udhëtarëve, thot Zoti xhelel xhelalu në këtë ajet kuranor. Pra, ja ky ajet që ne përmendëm është vetëm një pjesë e ajetit që Zoti xhelel xhelalu thot: wa huwa yut'imu wa la yut'am. Pra Allahu ushqen gjithë botën dhe ai vet nuk ushqehet.
nuk ka nevojë të ushqehet. Zoti Xhelel Xhelalu përmend këtë gjë dhe ne pohojmë këtë gjë që ne kemi nevojë për të dhe ai nuk ka nevojë për ne. Ne ushqehemi dhe Allahu Xhelel Xhelalu nuk ushqehet, sepse ne jemi krijesa dhe ai është krijues dhe krijesa gjithmonë është e varur dhe krijuesi është i pavarur. Pra që do thotë çdo gjë ka nevojë për krijuesin dhe krijuesi nuk ka nevojë për askënd. Ky është koncepti që ne kemi që ne besimtarët musliman e kuptojmë dhe logjikojmë, ky është krijuesi jon, Zoti Xhelel Xhelalu. Prandaj në një ajet kuranor Allahu Xhelel Xhelalu çfarë thotë? Thotë: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allahu huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin." Thotë Zoti Xhelel Xhelalu në këtë ajet kuranor, gjindët dhe njerëzit i kanë krijuar vetëm që të më adhurojnë. Dhe më pas çfarë thotë? Unë nuk kërkoj prej tyre risk. Pra nuk kërkon Zoti Xhelel Xhelalu për krijesave që ta furnizojnë atë, absolutisht jo. A as nuk dëshiroj që të më ushqejnë, thotë Zoti Xhelel Xhelalu, për krijesave. Pse? Sepse thotë Zoti vërtet, Allahu është furnizuesi i vetëm. Allahu është furnizuesi i vetëm. Dhe gjithashtu thotë i fuqishmi, i plot pushtetshmi. Ai është i furnizuesi i vetëm, nuk ka nevojë për kënd, ama të gjithë kanë nevojë për atë. Allahu Xhelel Xhelalu i furnizon gjithë krijesat e tij, Xhelel Xhelalu. Dhe nuk ka nevojë për askënd, por të gjithë kanë nevojë për atë dhe presin rrezikun prej tij. Prandaj Zoti thon në Kur'an: "Wa fi sama'i rizqukum." Dhe në qiell është rreziku juaj, jo njerëz. Nëse Allahu Xhelel Xhelalu nuk e zbret rrezikun prej qiellit, çdo gjë këtu mbaron. Prandaj Zoti Xhelel Xhelalu tregon krijesave të tij që o njerëz, rreziku juaj është lart në qiell. Ai e zbret atë. Ai ju furnizon ju nga lart. Dhe më pas ju furnizoheni, duke zbrit çfarë? Shiun, bereqetin, begatin, rahmetin e tij Xhelel Xhelalu. Prandaj në këtë ajet Zoti Xhelel Xhelalu po na tregon se Allah nuk ka nevojë për krijesat, por krijesat kanë nevojë për të. Kështu duhet ta pohojmë në Zotin. Që o Zot, ti nuk ushqehesh, ne ushqehemi. Pra o Zot, ti je i panevojshëm për askënd, ne kemi nevojë për ty, Xhelel Xhelalu. Prandaj Allahu Xhelel Xhelalu kur na e thotë në një ajet tjetër kuranor, që i tregon njerëzve se njerëzit kanë nevojë për atë, thotë Zoti Xhelel Xhelalu: "O njerëz, ju jeni të varfër e nevojtar për Allahun." O njerëz, ju jeni të varfër dhe nevojtar për Allahun. Kurse Allahu s'ka nevojë për askënd, për asgjë, dhe është i denjë për çdo lavdat e madhërinë dhe falënderim. Pra, ky ajet na tregon se Zoti Xhelel Xhelalu po na tregon se realisht njerëzit janë nevojtar, janë të varfër, kanë nevojë për të. Kurse Zoti Xhelel Xhelalu nuk ka nevojë për askënd. Prandaj, një nga surat më të bukura që ka zbritur në Kur'an, kur i than profetit Ali sallallahu alaihi wasallam, i thotë i dërguari i Zotit sahabëve: "Kush prej jush ka mundësi ta lexoj Kur'anin brenda natës?" Thanë: "I dërguari i Allahut." "Po është e vështirë për ne, se ne lodhemi." Tha profeti Ali sallallahu alaihi wasallam: "Shumë e lehtë. Kush e lexon këtë sure 3 herë në darkët, shpërblimi është sikur ka lexuar gjithë Kur'anin." Kush ishte kjo sure? Surja Kul huwallahu ahad. Thuaj Zoti është një. Allahu Samed, ne po flasim për këtë fjalë sot. Allahu Samed, Zoti është Samed. Nuk ka nevojë për askënd, të gjithë kanë nevojë për atë, Xhelel Xhelalu. Kjo është fjala Samed. Pra që do thotë se me interpretim tjetër të dietarëve se fjala Samed do thotë Allahu nuk ushqehet. Dhe çdo krijesë që përveç çdo tjetër, përveç krijuesit, që janë krijesat, ushqehen. Nuk ka kush që nuk ushqehet. Dhe ai që ushqehet është nevojtar. Ai që ushqehet është hallexhi, ai që ushqehet është i varfër. Ai që ushqehet ka nevojë për dikënd, kurse krijuesi i gjithësisë, Allahu Xhelel Xhelalu nuk ushqehet, që kështu nuk ka nevojë për askënd, Xhelel Xhelalu. Prandaj në një ajet kuranor Allahu Xhelel Xhelalu na tregon neve që koncepti i ushqimit, kur i thot në ajetin kuranor, ja thot besimtarëve muslimanëve për Isain dhe nënën e tij Merjemen. Çfarë thot? Wa ummuhu siddiqa kana ya'kulani at-ta'am. Dhe nëna e Isait e ka quajtur Zoti Siddiqa, një grua e sinqertë, një grua e vërtetë, një grua e ndershme. Thot, kjo grua e ndershme dhe e vërtetë, thot Siddiqa, çfarë ndodhte? Kana ya'kulani at-ta'am. Të dy këto hashin ushqim. Pra, të dy këto hashin ushqim që do thot nuk ka logjik ti o krijesë ta adhurosh.
Nuk ka logjik ti o krijesë ti drejtohesh atyre me lutje sepse ato nuk kanë virtytet ose nuk kanë cilësitë ose atributet e Zotit, krijuesit të gjithësisë. Absolutisht. Janë krijesa dhe kanë nevojë. Thot Zoti ato kishin nevojë për ushqim, hanin ushqim, që do thot janë krijesa. Dhe për sa kohë janë krijesa, nuk meritojnë që ta adhurohen si Zoti xhel xhelalu. Ai i cili meriton të adhurohet, që meriton madhërimet, falenderimet, nënshtrimet, bindjen, sejdën, rukun, faljen e tjerë, është vetëm krijuesi i gjithësisë. Pse? Se ai s'ka nevojë për askënd. Kurse tjerët që janë krijesa, ata kanë nevojë që do thot nuk adhurohen dhe nuk mund t'i japim atributet e Zotit xhel xhelaluhu, sepse atributet e Zotit i ka vetëm Allahu, krijuesi i gjithësisë dhe askush tjetër përveç tij. Prandaj Zoti xhel xhelaluhu kur na tregon ne për Isain dhe nënën e tij, që është një fenomen, që realisht një pjesë e njerëzve, dikush i thot biri i Zotit, dikush thot Zotit e i adhuron, po është i gabuar ky lloj besimi, po pse? Sepse Zoti thot ato hanin ushqim. Prandaj thot Zoti xhel xhelalu në një ajet tjetër kuranor, ku na tregon neve për profetët e tij, thot wa ma arsalna qablaka min al-mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am. Thot Zoti xhel xhelaluhu, ne edhe para te e kemi nisur të dërguar. I thot profetit Ali sallallahu alaihi wasallam. Po këto dërguar që ishin, thot, të cilët hanin ushqim dhe shëtisnin tregjeve. Pra që do thot, këto të dërguar respektohen si të dërguar, por nuk mund t'i japim atributet e krijuesit, Zotit gjithësisë. Ti themi se ai është apo ka zën, apo ka rolin, apo ka pozicionin e krijuesit Zotit gjithësisë, absolutisht është e gabuar. Është i profet i Zotit, respektohet, por nuk mund të adhurohet. Kjo është logjika. I kthehemi lutjes që profeti alayhis salam thot. Ai i cili thot pas ushqimit, falënderimi i takon Allahut, i cili na ushqeu ne, pa nuk ushqehet kurrë. Kuptimi i fjalës është i cili na furnizoi kurse ai vetë nuk ka nevojë për asgjë. Se ai është krijues, ai është furnizues, ai është i pavarur. Ai nuk ka nevojë për askënd, kurse ne kemi nevojë për atë xhel xhelaluhu. Më pas thot, vazhdon hadithi i profetit alayhis salam, thot men alejna fahadana. Na begatoi ne dhe na udhzoi. Realisht na begatoi duke na furnizuar. Na begatoi ne me furnizimin e tij, me mëshirën e tij. Na dha ushqimin. Dhe jo vetëm që na dha ushqimin, por na udhzoi si që ne ta falenderojmë. Për Zotin e Madh, sa njerëz ushqehen dhe asnjëri se kujton Zotin e tij. Që kur fillon ushqimin dhe kur mbaron ushqimin. Kur fillon ushqimin nuk e kujton Zotin, thot bismillah. Dhe kur mbaron ushqimin, as nuk kujtohet falenderoj Zotin krijuesin e gjithësisë, kurse ti si musliman ta dha Zoti këtë mundësi. Që ti Allahu ti e kupton që ky ushqim është prej Zotit, krijuesit të gjithësisë, dhe para se të fillosh ushqimin thu bismillah. Thu në emër të Zotit. Sa i ta furnizoi. E pohon me bindje, me zemër që o Zot, ti ma furnizove këtë. Ti ma dhe këtë mundësi, ti ma dhe këtë mëshirë dhe këtë begati. Duke thënë o Zot, unë ushqehem në emrin tënd, me bismillah. Pasi mbaron ajo, ti thu elhamdulillah, falenderoj Zotin. Gjë që Zoti xhel xhelalu e do shumë, pra le thot profeti alayhis salam, Allahu don për për robit ti, për krijesës ti, kur mbaron ushqimin thot elhamdulillah. Dhe kjo është udhëzim për Zotin xhel xhelalu duke krahasuar njerëzit. Pra le thot profeti alayhis salam që ai person që futet në darkët në shtëpinë e tij dhe kur ushqehet nuk thot bismillah, thot shejtanët kemi ushqim sot ke kjo shtëpi. Pra që do thot, ato shtëpia në darkë kur ushqehen dhe askush prej tyre nuk e përmend Zotin, kur fillon të ushqehet dhe nuk thot bismillah, le ta di se ai nuk është vetëm. Pa ai është i rrethuar bashkë me shejtanë të tjerë që hajnë bashkë me atë sofër, me atë pjatë, me atë vend, me atë tavolinë ku ai ndodhet, ka dhe shejtanë të tjerë të cilët bëhen pjesë me ushqimin me të Zotin e rujt. Kurse ai i cili thot bismillah, thot profeti alayhis salam, thot shejtanët nuk ka ushqim sonde për ne dhe largohen. Ikin. Nuk ushqehen dot me të. Prandaj profeti alayhis salam thot kjo lutje, men na alejna fahadana. Na begatoi Zoti me këtë mirësi, me këtë ushqim dhe na udhzoi. Na udhzoi si? Na udhzoi duke pohuar se këtë mirësi dhe këtë ushqim e kemi prej Allahut. Na udhzoi që para se të fillojmë ushqimin të themi bismillah. Dhe na udhzoi që pas ushqimit ta falenderojmë atë xhel xhelaluhu. Kjo është logjika e kësaj. Më pas thot profeti alayhis salam. Ai i cili na begatoi dhe na udhzoi, na ushqeu dhe na dha për të pi.
Kjo është pohimi që bën njeriu ndaj begative të Zotit. Dhe më pas thot wa kullu bala'in hasanin ablana. Dhe Allahu na sprovoi me këtë mirësi. Sepse e mira apo e keqja që vjen njeriu është sprovë për Allahut. E keqja fatkeqësit, po edhe e mira pasuria apo rrisku është sprovë për njeriu. Pra Zoti xhelel xhelalu të sprovoi me këtë ushqim. A do ta falenderosh ti Zotin pasi ta dha këtë ushqim? Sepse njeriu në ditën e Kiametit do të pyetet për ushqimin e tij që ai e konsumoi ushqimin dhe më pas nuk e falenderoi Zotin xhelel xhelalu. Do të pyetet se Allahu e furnizoi, i dha gjithë mira dhe ai asnjëherë se falenderoi Zotin. Dhe kjo është sprovë që Allahu xhelel xhelalu ja ka dhënë njerëzve, vallë ata do të jenë në përputhje me atë që Zoti xhelel xhelalu i ka orientuar, i ka këshilluar. Prandaj thot profeti alayhi salatu wasalam wa kullu bala'in hasanin ablana. Dhe falenderojmë Zotin që na sprovoi edhe me këto sprova të mira, që neve elhamdulillah falenderojmë Zotin pas kësaj mirësie. Dhe më pas thot elhamdulillahi ghayra muwaddi'in wala mukafin wala makfurun. Thot profeti alayhi salatu wasalam falenderojmë Zotin jo në shenjë lam të mire. Pra falenderojmë Zotin jo se kjo do të jetë e fundit, por kjo do të jetë e vazhdueshme. Po gjithashtu jo dhe në mënyrën që ne po e falenderojmë dhe do të mjaftohemi me kaq, absolutisht jo. Dhe gjithmonë kemi nevojë të falenderojmë Zotin krijuesin e gjithësisë. Dhe më pas thot profeti alayhi salatu wasalam, elhamdulillahi alladhi at'ama at-ta'am. Falenderojmë Zotin që na dha këtë ushqim. Na dha për të pirë. Na veshi pasi ishim të zbuluar dhe na uzoi prej devijimit, pasi ishim të humbur, Zoti xhelel xhelalu na uzoi. Pra këto mirësi që njeriu gjithmonë i pohon pas ushqimit, duke dedikuar Zotit krijuesit të gjithësisë, po tregon që o Zot, këto mirësi që ti na i ke dhënë të panumërta, ne të falenderojmë, sepse duke të falenderuar me qëllim që o Zot të kryejmë detyrimet që ne kemi, por duke të pohuar atë që ti o Zot na ke dhënë këto të mira, po duke shpresuar se pas falënderimit Zoti do ta shtojë mirësinë që Allahu xhelel xhelalu ja ka dhënë njeriu. Prandaj është ajeti kuranor ku Zoti xhelel xhelalu thot në këtë ajet, nëse ju e falenderoni Zotin, Allahu u shton të mirat. Prandaj këto gjëra i themi duke e pohuar se ne jemi nevojtar dhe Zoti xhelel xhelalu nuk ka nevojë për të. Dhe ne tregojmë gjithë ato mirësi që Zoti na ka begatuar, duke shpresuar që Zoti të na shtojë edhe më shumë ato mirësitë dhe begatit. Dhe më pas thot profeti alayhi salatu wasalam wa faddala ala kathiri mimman khalaqa tafdila. Dhe Zoti na ka dalluar prej shumë krijesave. Elhamdulillah, e para na ka dalluar nga krijesat e tjera se jemi njerëz dhe nuk jemi kafsh. E dyta gjithashtu na ka dalluar nga krijesat e tjera sepse ne elhamdulillah jo vetëm që e konsumum këtë ushqim, por e falenderum krijuesin e gjithësisë duke pohuar që o Zot këtë mirësi që neve e kemi sot është si merite jotja. O Zot, është begati dhe risku jot o Zot. Pra neve po e pohojmë këtë gjë dhe kjo është që Zoti na ka dalluar nga të tjerët, se shumë për krijesave të cilët ushqehen, por ato Zoti na rujt nuk e falenderojnë krijuesin e gjithësisë. Dhe në fund të hadithit profeti alayhi salatu wasalam thot elhamdulillahi rabbil alamin. E falenderojmë Zotin, krijuesin e gjithësisë, Zotin e botrave, sepse ai meriton lavdatet, falenderimet për gjithë begatitë që Zoti xhelel xhelalu na i dha.